Se mos mendoni që është rastësi, jo as pak. Ti je me të kuqe. Ka dhe bardhë blu. Nëse nuk fiton Tirana, Po? unë nuk vi më në studio. Ke qenë ke Tirana, ke qenë ke Partizani. Si përjetohet java e derbit? Më ftohet, më bor, me presione, më the thash, që është muj kokër lekut, zero. Me djenin tënda, ka qenë në vërtet që Mane ka pat interes të marrë Lushin? Skënderbeu ka ditë ti rezistoj çdo lloj fortune. Po do rikthehet. Pa jepi pra hash preu. Kritika thonë që nuk ka merit trajneri, por është grupi më i mirë i mundshëm që ky ka. Thuaj trajneri që do bëhet më mirë se Silvina. Ti edhe gjithë skeptikët. Po të kishte mundësi të ndryshoje një vendim që ka marrë gjatë karrierës si lojtar. Miqtë Andale Sporti, ku jemi në një tjetër javë për të folur pak për kampionatin shqiptar. Përshëndetje, dhe nuk është në fakt një javë do si do, është java e derbit, që i bie të jetë derbi i tretë i sezonit, po? Derbi i tretë, kështu që situata është pak e nxehtë, pasi të dia skuadrat vinë në rrethana të ndryshme me qëllimin e njëjtë, por për të diskutuar për derbin. Po them që duhet i mendim me ekspert tani apo jo? Sigurisht. Dhe kush më mirë se sa një ish lojtar, trajner, një ish që njeh shumë mirë Tiranën dhe Partizanin. Dhe dy ekipeve. Dhe jo vetëm, Ditmar Picaj. Përshëndetje Ditmar. Dhe kënaqësi të jam. Ja, mirë se na erdhe. Mirë se u gjeta dhe shumë energji pozitive. Faleminderit, java e derbit. Tani ti je më madh këtu dhe mos jetë energji e mirë, pa. Po tani unë kam marrë me të kuqe, po të thonë kjo është rastësi apo është një mesazh i koduar? Unë zakonisht vi me xhaketë, kështu po fola çik me Florin dhe më tha mua hajde sportiv. Do të sportiv dhe vesha xhaketë. Dhe gjithë sportiv të kuqe. Të kuqe doli, kështu që e kuqe e bukur është, pra është rastësi thua ti. Besoj dhe kuqa jote është. Ju që na ndiqni, besohenin ose jo, ju e vendosni. E kuqe është e bukur. Shkoj javën e derbit vish me të kuqe, duket pak un kam gjë histori që ka patë nga ata që nuk lejonin as kpus se kuqe kur luajë derbi. Në kohën që kam qenë te Tirana, nuk lejonin as çorapet, as diçka, as kasën e telefonit se lejonin ngjyrë të kuqe. Po pse? E kanë kështu do, ngjyrën e kuqe kanë të ndaluar. Pas i tërpoka. Se mos mendoni që është rastësi, jo as pak. Ti je me të kuqe. Ka dhe bardhë blu. Tani, si e shikon kampionatin total, pastaj fokusohemi pak më shumë tek derbi me që kemi këtë javë. Flori, kampionati momentalisht është çik i trazuar, kuptimi që kemi pas shumë deklarata, sidomos në drejtim të gjykimit, deklarata jo për gjyqtarët, po. Domethënë jo etike. Po të shohësh deklaratat e teknikëve, shumë probleme, shumë akuza, janë ca gjëra që do të jenë gjithmonë do të merret klubi. Nuk mund të merren më trajnerët me gjykimin ose me gjëra të tjera. Mendoj që edhe unë vetë si trajner ka pas fazë që kam gabuar në deklaratë, nuk duhet merrem fare me gjyqtarët. Ka president klubi, ka drejtora, mund të drejtojnë në mënyrë tek mënyrë zyrtare tek federata. Po nuk kemi zgjidhur çfarë Ditmar. Sepse po nuk është edhe etike kjo, sepse duke parë që gjithmonë vjen shinjesë gjyqtarët, sepse në momentin që ne fitojmë, nuk asnjë nuk thotë që gjyqtari mbajti keq takimin. Gjithë themi që gjyqtari ishte korrekt. Gjyqtari mund të qenë jo korrekt në vendimin që ka marrë, por ne na pëlqen fitoria. A mund të parashikosh në këtë pikë cilat do të jenë ekipet që shkojnë apo a është një favorit për kampion, po them në këtë pikë? Është pak herët, po favoriti për mua janë 4. Që janë? Vllaznia, Gnadia, Elbasani dhe Dinamo. Siç është tani Final Four. Basi im ka qenë fillim që Dinamo ndër kampion. Dhe unë vazhdo të jem prap i këtij mendimi që edhe me këtë formë aktuale. Patjetër që po. Unë mendoj prap që them që Dinamo do shkojë deri në fund për kampion. Mendoj që do shkojë me Vllaznin, duke parë që Vllaznia ka shumë entuziazëm në kategorinë e parë. Më shumë kam pa njerëz që shtriheshin. Edhe thash me vete, si mund të mbasum 2 orë, të shkoj të shoh futboll gjithë duke u shtrirë. Dinamon, Vllaznin, Elbasanin, Egnatian, në unë i shoh dhe kam shumë dëshirë se ka lojë efektive. Nuk shohin njëri duke u shtrirë, por njerëzit duan të shohin futboll. Për 90 minuta ne do të shohim futboll. Pavarësisht si shkon rezultati, por ka i kohë që shtriheshin njerëz. Mi më tha njëri tha, ishte nga jashtë, ishte legjendë e futbollit shqiptar, s'po jap emrin. Edhe nga Veriu, si ditë tani. Këtha muja 2-3 futbollisti i pasha, po to që i kanë për spital, tha më vizitu, po pse i thashën e? Më duke tha se ka kanë me smunje toket. se vetëm shtrihesh. Tani tash ka i kohë. Pash në karrierën tënde ke ndryshuar 8 ekipe nga kampionati shqiptar. Nuk s'gaboj. Shumë. 8 ekipe. Po, shumë. Pra, shumë ekipe në kampionatin shqiptar. Kam mbredh shumë. Ke mbredhur shumë ekipe. Cila ka qenë ndër ekipet që ke provuar? Po. Ajo eksperjenca më e bukur nga kampionati shqiptar. Skënderbeu Korçës.
4 vite aty. 4 titull kampion. 4 rresht, kam shku dhe vit mbrapa, 5 në Korçë. Çka kishte ndryshe nga qytetet e tjera apo nga ekipet e tjera? Unë kam pas kemi me Korçën, më thënë drejtën, që në momentin e parë që kam shku. Unë ndjeva Korçar dhe ti. Kam pas një lloj kemie se që kur shkova pata një lloj mikpritje shumë ngrohtë nga tifozët. Dhe më ngjiti Korça. Po mu mbi gjithë më pëlqen qytetaria korçare, sigurisht ushqimi po edhe klima është në 10. Tani vitin tjetër ai ekip po shkon prapë drejt kampionatit superior. Rast unik në Shqipëri që 10 vite dënohesh dhe të rezistoj presidenti dhe klubi. Kështu që hiqi kapelin Ardian Takajt. E vërtet. Unë i pari nga gjithë ato, edhe ato që i kanë inat, tash i të rezistoj 10 vite që ka kalu lloj kategorish, lloj fushash, të shkosh nga Champions League, të shkosh nga Europa League dhe të përfundosh po marr i stadium të Korabi në Diber, të lush atje, nuk është e lehtë. Unë kam dëgjuar dhe Skënderbeu ka ditë të rezistoj çdo lloj fortune. Po do rikthehet. Unë kam dëgjuar që vitin tjetër me rikthimin në superiore që po shkon, se është vendi i parë, mbaron dhe dënimi 10 vjeçar vitin tjetër. Kam dëgjuar që do rikthehet prapë te investimet e fuqishme për tentuar prapë Kupat Europiane. Presidenti Takaj njeh futbollin me qeliza. Njeh strukturën e futbollit shqiptar, ka një lloj eksperiencë shumë madhe në arenën ndërkombëtare, edhe mendoj që do organizojë në mënyrën siç di ai. Pastaj, a ka treg, sepse ka qenë edhe gjë, në momentin që kemi qenë ne, ka pas treg futbollistë shqiptar. Po të thoshim bujrum, do e thoshe po? Skënderbeut? Unë Korçën e kam thënë, unë Korçë njim si në shtëpinë time. Unë ku shkojnë Korçë, ato thonë erë djalit tonë. Edhe unë Korçën, unë kam lindën në Lezhë, kam marrë i vogël në Tiranë rreth 11 vjeç, po ka qytet që unë ndjej veten si shtëpinë time, nuk është Lezhë, është Korça. Unë tani ndjej detyrimin moral të them, për çfarë nuk e ndjen edhe Lushnjën kështu, se unë jam lushnjar dhe ditmarrje pa një eksperiencë aty në Lushnjë. A nuk e ndjen pak datë edhe Lushnjë? Si trajnerat. Lushnja, më thënë drejtën, njerëzit duan shumë futbollin. Patjetër. E keqja e Lushnjës është që menaxhon nga bashkia. Menaxhon nga bashkia dhe ka abuzime shumë të mëdha. Po them abuzime shumë të mëdha. Ai kryetari i bashkisë me gjithë aspektin që kanë, po nuk është se ka shumë informacion për futbollin. Në momentin që ti nuk është se ke shumë informacion, nuk e dinë se ç'a ndodh dhe ç'a bëhet, nuk është adapte. Ndaj 1100 probleme që ka qyteti, problemi i fundit është ai i futbollit. Edhe prandaj Lushnja ka 8 vite që ne shohim gjithë atë ekip a do bjerë nga kategoria apo nuk do bjerë nga kategoria. Unë kur shkova në Lushnjë shkova me shumë dëshirë, po nuk është se pata shumë suport, të mos edhe nga kryetari i bashkisë. Nuk është se kisha shumë suport, ndryshe kur isha në Borrell që kisha edhe suporti për çdo lloj problemi që kisha me kryetarin e bashkisë të atëhershëm zotin Alban Malaj, me drejtorët që kisha. Po kisha vetëm drejtorin Marius Sula që e përshëndes, i njëri që rrinte ekipit, por që Mariusi ishte i vetëm edhe me gjithë ato dhe probleme që kishte ekipi, nuk mendoj që mund t'i zgjidhte gjitha hadh Marius. Ne kishim 3 muaj pa paga, ditë që i kanë marrë lekët, i tani se ka dalë fondi, di që i kanë marrë dhe janë xheruar. Me përshqyr. Po, gjithë futbollistët kishin shumë probleme. Futbollistët tash nuk mund të rinë 3 muaj pa marrë paga, ka shumë probleme, më the thash, edhe mendoj që Lushnja do vazhdoj të jetë në këto ujëra për sa kohë që menaxhon bashkia. Periudhën kur ishe ti, pati një vizitë nga Rej Manaj tek ekipi. Të cilën pati edhe zëra, të paktën edhe unë e pash aty nga afër që thoni që ka një ofertë për klubin konkrete. Me ndjenin tënda, ka qenë vërtet që Manaj ka pat interes të marrë Lushnjën? Ka pas interes, por ka i problem. Nuk mund të marrë i Manaj asë një lloj njeriu tjetër të investoj vetëm tek sistemi i klubit. Momentin që unë investoj duhet dhe asetet, që do thotë asetet, duhet dhe fushat, duhet dhe stadiumin, sepse mund kemi projekt, mund kemi buxhet 4 milion, 5 milion euro. Pra fushën do të me marrë bashkia, stadiumin? Po tani, bashkia pra se tani... Po që nuk arrit marrëveshja. Pra i kanë thonë rejt hull legët tipo stadiumin shëjuni mi kënë. Manaj, ose Manaj bashkëpunim me bashkinë, apo Manaj bashkëpunim me Federatën Shqiptare të Futbollit, që do bësh diçka re, do bësh atje. Pra momentin që ti bën një investim, duhet njihet investimi. Këto thonë që investimi nuk të njihet ty, por ta marrë pronën bashkia. Dhe këtu krijohet ai ngërçi dhe të largohet edhe ai investitori ty, që ishte në rastin konkret Manaj, që kanë qenë edhe ca të tjerë para Manaj, që s'e kanë marrë përsëri. Edhe kjo është problemi.
Të lutem, mund të kthejmë pak të derbi se më ke shumë shpejt me mathive zemrën. Më ka thënë zemrën. Unë jam Luçja. Ai është Luçja. Unë jam Luçja. Derbi im luhet me Apollonin, nuk luhet me Tiranën. Të dielën kush fiton? Kush është favorit? Tirana. Pse? Po flasim për 2026. 2026 Tirana është ekipi më në formë. Është ekipi më në formë. Ti pse nuk je kundër? Unë kam mendimet e mia. Disi të luhatura apo i kam? Unë flas me statistika. Ose ne do bëjmë kështu. Nëse nuk fiton Tirana, po, unë nuk vi më në studio. Në momentin që fiton Tirana, gjobën do ta mendoj me Florin, se çfarë gjobë do kesh ti. Dakor jam. Gjobë, hajde bas prer, po. Pritë bas. Po e kam gjobën e rëndën. Sa dushë ç'ke. Domethënë unë nuk fitoni dielën ju. Ti do jesh në studio. Tu jam unë. Po u them, uroj të fitoj Tirana se na duhet ditë marri prap studio, edhe ti do të rrosh pak. Fiton Tirana. Unë them fiton. Thamun. Kush e bën diferencën që fiton Tirana? Merkatot e dimrit të dy skuadrave, kush ka tërhequr më shumë? Çfarë ka lojtarët ka pëlqyer më shumë? Jo, lojtari që më pëlqen më shumë te Partizani është Murata, që ka ardhur, por nuk është 100% në ti. Murataj, pse Murataj? Murataj se thua afron Sun Musa, si Fadajro, si Dibe, Shabani, ç'në Murataj? E para punës e Murataj se ka eksperiencën e dur për një klub si Partizani. E dyta ditë se si fitohet një derbi. Lojtar me grind, po. Është lojtar që ka lloj kimie me popullin e kuq. E vërtet kjo? Edhe kur them Murata sepse momentin që gjon kanë qenë vetë futbollist, momentin që vesh fanellën, kur ke atë lloj dashurie për një klub, do japësh 100%. Pra ti mendon 24 orë për Partizanin, ose për Tiranën, ose për Skënderbeun. Edhe unë them për Muratën që Murata është blerja e goditur e Partizanit në janar. Po tek Bardhë Blut? Redon Xhixa. Redon Xhixa dhe mbrojtësi majt Ndongu. Ti ke emër tjetër më thon? Jo. Basilio, po. Ndongu vërtet është shumë i lëvizshëm. Jam dakord me ty. Pas futbollisti bë diferencën. Ku shikon futbollistin? Futbollisti shikoi në situata 1-1. Pas derbit tash që kishte përballë Ismailin, që Ismaili është shumë lojtar i fortë, edhe nga ana atletike është shumë lojtar i mirë. Po shohësh deri në 70 për shembull, ka qenë fantastik. Nuk ka humbur një duel, po mënyra pasaj si e ka topin dhe si e mban afër, dhe kur është në praninë e kundërshtarit, se si del nga zona e presionit është. Unë them që ai futbollisti është rastësisht këtu tek Tirana, për nivelin që ka. Ke qenë ke Tirana, ke qenë ke Partizani, si përjetohet java e derbit? Te Tirana kanë diçka që e marrin me shumë inat. Pra, që ku ditë do fitojmë, mytë e morën në kuq, mos shohim gjë të kuqe, komunistat e marrin shumë dhe i mbingarkojnë futbollistat. Te Partizani më qetë. Pra unë kur kam qenë ke Tirana ishte java e derbit, shumë presion. Shumë presion. Dhe kur vite pasaj nesha, ai presioni bota aty që edhe të gaboshet. Po të shohësh derbit, shumicën e derbit Partizani ka fituar nga gabimet e Tiranës. Foshtirake e Tiranës. Po. Portieri që ikte topi, që në kohën e Xhipit, që në kohën e Mazrekajt. Po ti shohësh me vëmendje, analizoj. Janë për gabimet e Tiranës. Më kam qenë Partizanin atëherë, Xhevair Suaj gol. Momentin që pjesa Kashqit ishte komplet flaka dan. Leja jo video faush. 2015. Ka qenë Jorgji Masporte. Është sakt. Dhe unë kur kam pa video Masporte, se i hidhte Flori ka qenë te Partizani, edhe e kam pa atë videon, topi ka shkuar shumë burr. Po. Edhe them Xhevos, por çishte goditje se Xhevo ka goditje në fort. Po. Po sunta se ti po fut topin edhe portieri se mora vesh tash. Ke parasysh? Pra janë gabime që më shumë ka fituar nga si pasojë e presionit. Kurse të Partizani merret më ndryshe. Është javë derbit. Pra duhet shohim derbit bukur dielën? Mendoj që po. Derbi me gola. Është me gola. Ky është parashikimi i fortë, që është me gola. Derbi është me gola. Ditmar, ti edhe vetë je trajner, bëre goxha vit mirë të Porreli, që mbështetet shumë te lojtarët e vendit. Unë nuk është se jam kundër lojtarëve tuaj. Po lojtarën e huaj që unë marr se kam një lloj eksperiencë nga një ekip se Skënderbeu. Unë më lojtarën e huaj që të bëj diferencë. Pra nëse unë marr Marko Radasin, që bëhet diferencën, nëse marr Ivan Kozenovicin, që bëhet diferencën, nëse marr Pero Pejic, e marr se bën diferencën. Nuk mund të marr një futbollist tuaj që ka Kosovë edhe për klubin, dhe që është në një nivel me futbollistin shqiptar. Kur zhvillu kampionati evropian i U17-s në Shqipëri, Manfo pa qeshe, di që dhe ne nuk kishim një futbollist në kampionatin shqiptar. Po mi më burë dhe, ky kampionati që zhvillohet, për kë zhvillohet?
Tek mosha do të fjalë, po. Po të mosha, po u 17, për kë zhvillohet? Me gjithë ato trinj që kanë një ëndër, se por ti kupton çfarë lloj investimi ka i prindit e fëmia? Te baza materiale, te koha, te ushqimi, te ndjenja, te mërzitia, te dëshira, kur shënon gol, e kupton, është investim shumë i madh te fëmia. Edhe kur shikon ti që nuk vlerësohet kampionati i 17, se atë bie një gjë, se po na largon fëmijët. Po rradhon, nuk është brezim, kur ishim ne kishim me shumicë. Kishte prodhim sa dush në gjithë Shqipërinë. Tash po na rradhon, mos shikojmë Tiranën ne. Se ne jetojmë Tiranë, shikojmë Tiranën nëse Partizani, Tirana, Dinamo. Hadi ikim çik në Lorne. Hadi ikim çik në Korçë. Ne nuk ka ditë marrë më fëmijë që luajnë futboll? Ke shumë pak më. Po ke shumë pak më. Pse? Se bëhet llogaria. Ti që të bësh 17 vjeçarin, 19 vjeçarin, i bishi të lesh mas dorë shkollën. Po. Dhe në momentin që ti le mas dorë shkollën, fokusohesh te futbolli, po ti kur zhgënjesh nga futbolli që shikon që s'po merr atë që duhet, fillojnë dhe ç'a ndodh? Kjo është punë shkon zinxhir. Pra unë ja them madhës, e thot Florit, dhe thon gjohe, s'po ikim në futboll. Nuk diqim me pasioni. Se nuk ja vlen, jo këto nuk japin këtë, jo kjo nuk ja vlen, edhe kështu shkon. Më mirë thotë mbaroj shkollën, se ne kemi pas pasion, ne ishim çfarë mas futbollit. Futboll. Ne rishim edhe 6 muaj pa rroga. 6 muaj valla kemi luajtur futboll në shin, ver, në ftohtë, në bor, me presione, më the thash, 6 muaj kokër lekut, zero. Na thoshte presidenti çkella se do i marrësh lekët. Edhe kur i morëm me të vërtet. Pas njëri thot ngjëthës. Po unë siç i mora tha, do mbyll to gropa që kam hapur ta gjithë 6 muaj. Por edhe siç i mori, shkëti mbylli gropa edhe shkoi prapë aty. Tani Ditmara, ka kampionati shqiptar një lojtar për kombëtare? Mendon që ka një emër për kombëtare? Unë kam thënë para shumë kohësh, po këto kohë të fundit ai ka pas probleme duket, nuk e di me stafin. Unë kam thënë për Lorenzo Villa. Dhe më thënë Lorenzo deri në nëntor ka qenë jashtëzakonisht shumë mirë. Nga nëntori mbrapa nuk e di çka ka ndodhur. Edhe Kallau. Kallau ka qenë pjesë e kombëtarës, po me formën që po kalon tani, mendoj që ti jep edhe mundësi. Mos u them me Polonin, a? Po i ndeshëm miqësore që te Liga Kombë. Fatani ndeshëm miqësore s'po jep mundësia Muçit. Ti japi Kallakut. Tash i ke puna Muçit, më thon drejtën edhe në lagje ku shkoj mpysin gjithë Muçi. Tani edhe Muçi ka dhënë maksimumin, po ka diçka këtu. Sepse argumenti jot ti dëgjosh edhe kundër argumentin. Për supuesto. Pra, argumenti jot është që Muçi duhet të jetë me kombëtarin. Edhe unë them që duhet të jetë. Argumenti jot është që Muçi duhet luaj me kombëtaren. Në miqësore të paktën. Po nuk është se vuan Muçi për miqësore. Muçi vuan në arenat e mëdha të futbollit evropian. Tash nuk do të Muçi tash të luajë me Bullgarinë, se me Bullgarinë luajti. Muçi do të luajë nesër të mëdha Poloninë me Turqinë. Po tregon në nivelin e vet, po. Se po luajnë me nivel shumë madh. Edhe tani Muçi ka drejt, nuk ka futbollist më në formë se Muçi momentalisht. Po problemi është këtu që Tranjeti jep kundër argumentin. Thot zotëri, un pa Muçin kam marrë deri këtu. Edhe kjo është e vërteta. Në Serbi ne fitum pa Muçin? Fitum pa Muçin. Ha? Fitum Ozunin? Fitum me Arber Hoxhan. Po. Tani kush jep të drejtë Tranjetit? Rezultati. Po sa kohë ka rezultat? Sepse gjithë ne tham ne kur na ra Serbia me nonën, Mitrovica, Gjakova, fillon gjithë ne këto me imun shkijet. Hajde po fitojnë me shkijet ne, po i rapën. Po tash barazum 0-0, s'bon Tranjeri gjithë. Tranjeri pse la penalltin ti e manaj do ta gjut Aslani. Ai s'bon ajo. Kur fiton Serbinë ne, nuk ja dha meritat si duhet Tranjerit. Pse? Jepi meritat Tranjerit. Problemi se kishte përgatit lojën. Për goditje standarde. Nuk je dakord me ty. Nuk bie dakord. Ti je nga ata që kritikon. Nuk bie dakord me ty sepse tani prit. Ora ti i pari vet ke thonë që vetëm ta mundim Serbinë, unë do të heq kapelen Tranjerit. Si e lexon pak atë rinovimin e kontratës Silvinjos? Rinovon me kusht kualifikimin botror deri në korrik 2026. Ka besim ka mbështetjen e dur nga federata. Mbështetja e dur me kusht kualifikimi? Para nëse nuk kualifikohesh pak a shumë ti e jashtëkombëtares? Rishikohet kontrata. Çka do të thotë? Do të thotë që mund të ketë një rinovim, po me kushtet që pretendon federata. Sepse tani flasim drejt. Kur erdhi Silvinjo, e mendonim kualifikimin për në European 2024 të drejt. Nuk e mendonim. Vinim nga epoka e Edirejas. Që pavarësisht se Edireja kishte punuar shumë mirë dhe kishte lënë gati, sepse kishte lënë shumë futbollistë gati.
Gjithë to, Ramadani është produkti i Edi Reyes. Ajeti jo. Ismaili është produkti i Reyes. Broja është produkti i Reyes. Që i mori Edi Reja. Dhe tani ndodh kjo. Asnjë nuk beson te Silvinja. Silvinja na dërgoi në Europian. Silvinja fitoi basin me Yasir Hasanin. Sepse ne gjithë kur pa me Yasir Hasanin, ç'a bën ky, jo kështu ky pa raketat Hasani më rrjet me Moldavin, raketat me Çekin, raketat me Polonin. Po tani ky që fut të personin ka edhe përgjegjësie, se po të ishim humb ne do kishim kryqëzuar. Po. Ato do bëni. Ai fitoi basin, bukur shumë. Hoqi Ramadanin informacioni? Futi Sheon. Fillum gjithë si heq Ramadani kështu. Motori serial, Leçe. Vërtet. Ai fitoi basin me Julian Sheon? E fitoi atë. Po tani ky trajner ka merit? Ka merit. Tani unë mendoj që ky trajneri kështu e ka nis ka për të na çuar në botror. Më provokon shumë përgjigjet. Pa jepi pra hash preu. Kritikat thonë që nuk ka merit trajneri, por është grupi më i mirë i mundshëm që ky ka. Ku i lexon këto? ChatGPT lexon. Jo molla. Kritikat çu thonë që nuk është ka merit trajneri. Thuaj trajneri që do bëhet më mirë se Silvinja. Kaq më përgjigj ti edhe gjithë skeptikët. Më thuaj trajneri që vjen rrit 365 ditë në Shqipëri. Më përgjigj. Më thuaj trajneri që vjen në orën 9 është çdo ditë në federatë dhe në orën 4. Nga tuajt. Se ne jemi mësuar që vinin një javë para, meshin ato lekët, vino bianco, 300 euro per favore. Linguini, filani më thënë, e ka fajin letare dhe viaggio, edhe shkoshin direkt. Apo harrudi. Vërtet, ku nuk e çfarë thua. Po vjen ai Silvino nga Brazili, vjen këtu. Tu e kemi ne gjithë, se unë kam shpinë të federatat, kam aty afër. Edhe e shoh ditë për ditë. Po shoh ditë për ditë që është në punë. Në orën 9 është atje, në zyrë. Shikon me stafin e tij me Zabaleta. Zabaleta ka qenë futbollist shumë i madh. Zabaleta e shikosh. Patjetër, unë kam parë finale botërore aty. Ne shikojmë në televizor apo Premier Liga, finale botërore. Argjentinë Gjermani finale botërore. Finale botërore. Unë kam parë në Argjentinë. Jo, jam Argjentinë prandaj. Po më ikim aty në Argjentinë. Ti e ke pa afër. Ti ishim aty, po. Ti ka luajtur me atë. Edhe pranë them tani nuk ka trajner që bën më mirë se Silvinja. Ti do më japësh në emër. Ma jep. Jo, s'vjen emër. Ditmar, me që ti preke pak ndeshjen Shqipëri-Argjentinë. Kemi një lojë, po do përgjigjesh me 1 ose 2 fjali për pyetjet që kemi. 2. Okej? Rubrika quhet si gjithmonë e preferuara Vari. Do më thua pak nga karriera jote. Po të kishe mundësi të ndryshoje një vendim që ke marrë gjatë karrierës si lojtar, çfarë do ndryshoje? Të rije më shumë në Iran. Më shumë në Iran? Po. Pse? Pse kjo? Nuk ndonjë as sa duhesha sepse nuk shkoj si duhesha kontrata dhe eksperjenca në Iran. Do doja shumë. Kontrata ishte e mirë financiarisht besoj. Po, shumë e mirë, po edhe u përshtata mirë. Gjatë karrierës si futbollist. Cili është momenti që kujton më shpesh? Momentet që kanë qenë te Skënderbeu. Të tipit nesha me momentet që ishte e periudha e prillit gjithmonë. Që në bo qikë monotone, se s'kishim edhe rival. Kishim fitu kameratin prill, po. S'kishim edhe rival, edhe me thonë edhe kur shkoshim Sevilla, shkoshim kështu me thonë, sa më gjenë kur në punë. Lojtari më i vështirë që e përballur? Daniel Xhafa. Bomber i kampionatit shqiptar. Nuk e që thu. Kaprol. Po kështu nga lojtarët e huaj? Se ti ka luajtur me kombëtarën një farë kohë. Lojtarët e huaj që kam respekt është Ekuban edhe Pero Peq. Që ka patë përballë. Pero bosi shqiptar, unë kam mik, familje, me thënë drejtën edhe, po Pero kishte diçka momentin që unë ja gjeta pastaj pikat e dopta, edhe u bote nervoz, po Pero kishte diçka momentin që të lidhte me duar, nuk kishte birë nëna që të merrte topin. Cila ishte pika dopt që i gjete kurioze? Tani e ka lënë karrierën, nuk i prish. Momentin që Pero kishte diçka bote me dorë gjithmonë nga mrapa, që të kontrollonte, e kam letarin apo jo, unë gjithmonë i bëj lëvizje kundërta. Edhe gjithmonë jam mëshë topin. E votoj pak. Stadiumi ku ke përjetuar presionin më të madh. Vlorë. Ç'ne? Skënderbeu Flamurtari, sa herë shkoshim katastrofë. Ka qenë ajo periudha. Që momentin që shkoshim Vlorë, i shikoje njerëzit edhe 7 vjeçar, 9 vjeçar, me lloj urrëtie saqë shikonin nga xhamat e autobusit. I kishe kështu, ishte rivaliteti shumë i fortë. Po, ka qenë vitet 2000. Mënyra se si boshën Vlorë situata stadiumi, kishte presion shumë i madh.
presion, jashtëzakonisht. Unë më në 2011 kemi dalë 2 orë Mas neshjes. Neshjes me Fenershen. Ka ardhur Fenershes mi që erdhën me këto do kishim dalë, me thënë drejtë. Një ndeshje që të rria akoma në mendje për mirë ose për keq. Ka kujton më shumë nga ndeshjet. Skënderbeu që në morë Odesa. Për mirë, Ma kujto pak të? 1-0 në këtu. 1-0 goli Andi Ribajt, përjetimi që kam pas të nesëm nga njerëzit, nuk kishte përmirësi, nuk kishte ndonjë herë sepse ende nuk kishte fut asnjë ekip shqiptar, ishte ndeshja e play-offit për shku në Europa League. Tek që në morë Odesa ishte Elis Bagaj dhe Kris Evangeli. Mundemi në Ukrainë 1-0, minutë 78 pësojmë gol, këtu 1-0 e përmbysim ne, shkon shtesë, me penalti humbasim. 7-8. Dhe të 3 penalti që i humbasin të lojtarët e huaj. Nga Zeqo dhe nga Takaj, premio 300.000 euro si klub, për çunat, i bitet rreth 20.000 euro për person, në rast se kualifikoheshim, edhe me thënë drejtën, aq jemi ndjer edhe krenar, sepse ne e bëm penalti është ruletë ruse, po feedbacku që kam marrë nesër nga njerëzit ishte jashtëzakonisht shumë i madh. Sa që edhe gratë e lagjës që si njifsha po më prishin, si kualifikuan kisha këtu. Për zotin, kam pas një lloj impakti shumë të madh, shumë madh. Ai lloj takimi. Goli më i dhimbshëm që ke pësuar. Çdo gol i dhimbshëm është kur je për mbrojtësin, i dhimbshëm është, po një që ka pat më shumë ndikim, që ka qenë më kur ra me penalti me Odesën, ishte Mireli Osa trajner. Edhe i them profesorit Mireli se profesor do mblesh ta gjy penaltin. Edhe Mireli thonë, që penalti edhe që është. Se thash lesa kam besim. Edhe shkova sinqerisht, me thënë drejtën. Po Mireli është shumë serioz, po është edhe tip shumë i mirë, shumë sportiv. Po thonë, dhe i kisha netin, thonë, mi thashëm në rregull. Edhe e humbi Orelesi. Këto ukrainësit e kishin bërë gjithë penaltin. Penaltia e fundit e gjun shej dhe bën, do gjun ukrainës, e thash, zoti inshallah po e humb, se gjithë me sy lart. E gjun ukrainës e pret shej. Edhe tani të festu gjithë unisa vetëm, pa i thonë njeriu fare. Të thoshin kush do e gjujë. Kur më shefu Mireli, durët në kokë, po unë kisha besim. E gjujta unë, ka qenë penaltia më e bukur, më men. Shumë i qetë, kisha shumë besim. Edhe më men tifozat shoh. Bo, thot i Korçar. Do ta shpjera ndaj nga tribuna këtu. Nga që edhe kur shkova unë, edhe e shenova qetë fare, vjen Mireli, shumë shikon më Mireli shoh. Po dirën thënë, e thash pesare, pedash në qetë fare. Ta kisha unë, tha, kisha marrë çon, do kisha ikë thamë, me vën kuptimin që janë ca gjëra që edhe futbollistët do të marrin përsipër, po. Patjetër, këtë e maj men, sepse jika me kokën time, kisha presion, se po ta kisha unë, pastaj bide që se Flushin ishin lojë 6 milion euro. Pra ne shkoshim në Europa League ishin 6 milion euro. Do ishin fut borxhe të mëdha. Do ishin fut borxhe. Do kthehesha me këmbë Tiranë. Penaltit janë diçka. Inshallah se humund. Le ta humim më aftë. Se kur e hum më aftë, pa më aftë. Ai e ka fal. Cili ka qenë momenti më i errët në futboll për ty? Pra një moment që ndoshta nuk e ke kaluar mirë, ke menduar ta lesh, nuk e di, diçka që një periudhë që nuk e di shumë vetë. Kur dëmtova? Dëmtimi që psova, thyre ka vites. Kam qenë Shkodër të 30 vjeç, aty thash dale futbollin. Po pata ndërhyrjen pastaj, edhe pata një fizioterapi shumë cilësore me doktor Marginin, që e përshëndes, që fal punës tij, që më ktheu edhe herë në fushë. Edhe pastaj shtyva 4-5 vite kam shtyr. Oferta që refuzove dhe e ke akoma në mendje. Kam refuzu oferta. Po më men atëherë Kuksi më tha, isha pjesë e Skënderbeut, për 7.000 euro në muaj më tha. Goxha ofertë mirë. 7.000 euro ka qenë me 1.4. Ka qenë euro më lart. Ishin shumë lek. Edhe kishte takim me presidentin atëherë Safet Gjicin. 3 minuta mohabet. Ne ishim mësuar ndrysh si e president dhe çfarë projekti ke. Po. Solido, më tha. Thash, çfarë from ti kaq thamë. Edhe momenti që më dha, thash, okay, më dha dorën direkt. Po s'mund të jepsha dorën se po i dhe dorën i bie pasaj, thash, do të mendoj të kthej përgjigje. Për çfarë the jo? Po pse? Apo pa një ofertë më të lartë akoma nga ekipi luaj. Kjo do të jetë. Oferta ishte mirë, po nuk mund të lije Skënderbeun. Tani po të shku te Kuksi, me gjithë respektin, po Kuksi sa kishte nga kategoria e parë, Skënderbeu ishte kampion. Ne ke patur ofertë për një kombëtare afrikane?
Po kam qenë shumë afër për shku në Ruanda, kam qenë në rolin e trajnerit dytë, trajner head coach ishte një algjerian, Adel Amrush, edhe një përgatitës italian atletik, do shkoshim të tre. Ishim paket, ishim staff, se normalisht do shkosh staff. Patjetër po. Çfarë bë? Kam pasur po ngjoh, ato nuk prishin kontratën me stafin që ishte vendas, nuk e prish kontratën. Në momentin që do prishësh kontrata, i bitin të pagunin nga dy anët. Do na pagunin edhe ne, do pagunin edhe edhe kështu që nuk e prishin kontratën ato. Në këto momente më duket se janë ende ato dhe janë drejt përfundimit të kontratës. A mund të shkoj? Edhe mund të shkoj. Akoma është alternativë. Edhe mund të shkoj, po shohim. Momentalisht mbritje jam, mbritje. Na mbyll me historinë më pikante që ke nga koha kur luaj futboll. Mund të jetë futbollistët kanë histori pa fund, po histori kemi pa fund ne. Po një që të vjen mendje e para. Fakti po qesh bie që të kujtuaj një bukur. Po kam shumë, po më mend atëherë kemi qenë me Skënderbeun, prapë me Skënderbeun. Po ikim në Portugali, pas përjetore, në janar. Edhe kishim drejtorin sportiv, Iliran Përmetin. Në Gjeratën, njëri shembullor, fantastik. Edhe nesa kishim dalë lokot, ishim dalë e kufjeve. I vjen një muzikë korçare, Genën. Edhe i them, o shefu dëgjoj pak e tashën sa shumë e bukur. Çfarë ndodh tash? Iliri se kuptonte që në momentin që këndonte, o shëdin e gjithë avionin. Unë hapa zërin maksimum dhe këndonte. Na me priste drejt gjithë avionin këtë me kokën. Çfarë shka që shikojnë, vazhdo thojon, ai ka qenë, më thonë, jo lot, po se ka qenë diçka jashtëzakonisht që e mbaj mend sot e kësaj dite. Ditmar, falenderojmë që ishe këtu me ne. Faleminderit, ishte kënaqësi shumë e këndshme. Tani me Manthon ku i bie që Basti të dielën merret vesh. Ndarë ndaj mesazh në ishë. Po aty do jemi, të tre. Ha po fitum. Çfarë do ju bëj? Aty do jemi të tre. Ose në Kalçeta. Kur dush? Kalçeta po bëjmë dy portiera ne. Bëjmë dy portiera. Ditmarrës pa datate, unë marr si vetë shkallën. Okej. Po e lëm kështu pra. Ditmar, faleminderit. Faleminderit. Ándale.